Një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Vashtemi Bashkamaliq, ku një 61 vjeçar dyshohet se i ka dhënë fund jetës. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Ismail Ismaili ka qelluar veten me armëngjau çifte. Viktima kishte humbur bashkëshorten rreth 3 muaj më parë dhe jetonte me të ëmën, ndërsa fëmijët i kishte jashtë shtetit. Banorë të zonës shprehen se 61 vjeçari ishte rënduar psikologjikisht pas humbjes së bashkëshortes. Se jeni me shumë djalë mirë ishte. Që kur i diqe shoqja, edhe iku mendja. Beti vetë jemën e ka të sëmurë, po shumë familje mirë ishte. Ne u habitëm kur morëm vesh. Fëmijët i kanë larg. Nuk e prijetoj mirë. A i vinte për ditë rinte në varet, mbi varet e gjeni. Për ditë. Mbi varet e gjeni, vinte në shtëpi duke qarë. Si djalë ishte shumë i mirë. Edhe dimti ka shumë të mirë. Pavarësisht emigrimit tash i bën faj. Shumë djalë i mirë ishte. Po dim neve ç'ndodhi, ne ishim aty në fshati po llafoseshim. Qandej pastaj, unë ika, ky vajti me këtë, po llafoshe me këta. Me këtë djalën tjetër. Llafo apo djerga radhit e gjysmë kështu. Djerga radhit e gjysmë. Iku. Pastaj se çberi në shtëpi. Mëngjes me të po sharallja kështu ja, llafoshim llafe kështu ja. Po problemin të shoqës kishte ja kaq. Nuk e se ka përzevi dot edhe ja kjo ishte. Asgjë, s'kishte asgjë. Nga djemtë nuk qajshë. Ka djemtë thoshe nga nusja, ku me t'jemën. Në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.